Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Në prag të ndeshjes kundër Shqipërisë, trajneri Jan Urban i Polonisë pranon se kombëtarja kuqezi për eru ka shkaktuar probleme. Pas interesimit të gazetarëve, ai përsëriti se nuk do të donte të thoshte shumë për ekipin e tij, duke paralajmëruar se çdo fjali që shqiptonte po përgjoj nga Silvinho, trajneri i Shqipërisë. Ne kemi një plan loje për këtë ndeshje, kemi pasur shumë kohë për të analizuar skuadrën shqiptare dhe për të vëzhguar lojtarët kryesor. Mund të them se pres një ndeshje mjaft të hapur, edhe pse Shqipëria është e fortë në mbrojtje, tha Jan Urban. Nëse Shqipëria mposht Poloninë, më pas do të përballet me fituesin e ndeshjes Suedi-Ukrainë. Nga Varshava, kapiteni kombëtares Berat Gjimshiti ndonse vlerëson rivalet polak. Është i mendimit se kur futesh në fush, mundësitë janë të barabarta. Futem në fush për fitore, ashtu si kombëtarja. Kemi marrë përvojë që do të na ndihmoj. Trajneri vendos skemën, por si mbrojtja ashtu dhe sulmi duhet të jenë perfekte për një fitore kundër Polonisë. Për me kone vështirë është shumë e vështirë, nuk e jem besoj vetëm që ta provojmë ta ndalim me Lewandowskin apo tjerë lojtarë, besoj që duhet gjithë skuadrat të jetë në momentet e mira, siç në mbrojtje, siç edhe në sulm. Tha kapiteni kombëtares kuqezi. Kombëtarja shqiptare është drejt sfidës përfundimtare për kualifikimin në kampionatin botëror të futbollit 2026. Shqipëria do të përballet në Varshavë me Poloninë në orën 20:45. Nga salla e konferencave në PGE Arena, trajneri kombëtares vlerësoi se ekipi është përmirësuar gjatë 3 ndeshjeve të fundit. Megjithatë, sipas tij, Polonia është një rival shumë i fortë dhe ekipi duhet të përshtatet. Në këtë grumbullim për kuqezin mungojnë emra si Manaj, Daku, Medon Berisha dhe Kumbulla. Abbiamo portato già una volta tempi fa Mehmeti, abbiamo portato già Mucci, sono due giovani che vedono porta. Muçin dhe Mehmetin i kam parë që nga hëna në stërvitje është e pamundur të di se si do të jetë zgjedhja në vazhdim, por ne i kemi në ekip dhe janë lojtarë që arrin të shënojnë. Duhet të përshtatemi situatave, por e dim që po të jedhim në fushë gjejmë portën, vlerëson trajneri kombëtares Silvinho. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kombëtarja e Kosovës zbret në fushë për një nga ndeshjet më të rëndësishme në historinë e saj, teksa përballet me Sloveninë në kuadër të gjysmëfinales së play-offit për kualifikimin në Kupën e Botës 2026. Ndeshja zhvillohet në Bratislav dhe pritet të jetë një sfidë e fortë për Dardanët, të cilët kanë treguar formë të mirë në ndeshjet e fundit dhe besojnë në një rezultat pozitiv dhe në transfert. Përzjesi Franco Foda dhe stafi i tij kanë analizuar në detaje kundërshtarin, ndërsa skuadra synon të shfrytëzojë momentin e mirë për të siguruar një vend në finale. Në rast fitore ndaj Slovakisë, Kosova do të përballet me fituesin e ndeshjes Turqi-Rumani me finalen që do të zhvillohet më 31 mars në stadiumin Fadil Vokri në Prishtinë. Përfaqësuesja e Maqedonisë së Veriut do të përballet në futboll në Kopenhagen me Danimarkën në gjysmëfinalen e play-offit për kualifikimin në kampionatin botëror 2026. Ky është një moment i madh për të gjithë ne. Kemi shansin të luftojmë për një vend në botëror dhe ky është motivi që na bashkon të gjithë vendin. Danimarka është një kundërshtar cilësor dhe i respektuar, por dhe ne jemi këtu me një arsye. Në ekip shoh energji, qëndrim dhe dëshirë. Lojtarët e kuptojnë rëndësinë e fanellës dhe besoj se kjo do të shihet në fushë. Jemi të përgatitur taktikisht, e dim çfarë duam të luajmë dhe pse vendimi për formacionin dhe përbërjen mbetet tek unë, deklaroi trajneri Goce Sedlowski në konferencën për shtyp. Fituesi i këtij dueli në finalen e play-offit më 31 mars do të përballet me fituesin nga dueli Çeki-Irland. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.